Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti sonte një takim me banorët e fshatit Duzhnje, ku është diskutuar për çështjet lokale dhe planet zhvillimore për komunën e Gjakovës. Kandidati për kryetar të komunës Shefqet Shehu prezantoi programin e tij qeverisës për Duzhnjen dhe mbar Gjakovën. Nga koshorja jonë legjendare, të bjeshkt e Botushës, e detë bjesht e Babat Bokës. Për këto ju garantoj me krejtësjenjen time se do ta bëjmë realitet. Duke e lidh këtë zonë, duke e bë këtë rrugë, ne ndikojmë përveç në të mirën e përgjithshme kësaj jane, ne pasqyrojmë realitetin ton kombëtar, ne mbrojmë vlerat tona kombëtare, ne promovojmë vlerat kombëtare dhe në të njëjtën kohë hapim mundësi të zhvillimit të agrobiznesit në këtë anë. Në përmbyllje të takimit, përfaqësuesit të LDK-s u zotuan se zëri i qytetarëve do të jetë pjesë e programit qeverisës dhe prioritetet do të ndërtohen mbi nevojat reale të komunitetit.